Superliga Shqiptare e Futbollit e nisi edicionin e 88 me spektakël në Loro Buriqi. Vllaznia dhe Skënderbeu dhuruan një ndeshje me 4 gola duke ndarë nga 1 pikë pas barazimit 2-2. Pjesa e parë u mbyll pa gola, por gjithçka ndryshoi pas pushimit. Vllaznia hyri më mirë në fraksionin e dytë dhe brenda pak minutave arriti të krijojë një avantazh të dyfisht. Në minutën e 50 Bekim Bala zhbllokoi takimin, ndërsa vetëm 4 minuta më vonë sulmuesi Shkodran realizoi sërish duke çuar vllaznin në avantazhin e dyfisht. Skënderbeu reagoi menjëherë dhe nuk u dorëzua. Në minutën e 57, Janaçi realizoi një super gol me një goditje nga distanca, duke dërguar topin në tërkëndshën e portës shkodrane dhe rihapur sfidën. Korçarët e drejtuar nga Julian Ahmataj vjuan të besonin tek përmbysja dhe në minutën e 75 gjetën edhe golin e barazimit. Bismarck përfitoi nga aksioni i skuadrës dhe vendosi shifrat në 2-2. Në fund vllaznia komplikoi edhe më shumë situatën, pasi në minutën e 88 mbeti me 10 lojtar pas kartonit të dytë të verdh të marrë nga dy lise. Skënderbeu tentoi të përfitonte nga superioriteti numerik në minutat e mbetura, por nuk arriti të gjente golin e fitores. Kështu si dhe hapse sezonit të ri të Superligës u mbyll 2-2. Paska se Skënderbeu nuk kishte një ekip të plot, pasi në tribun ndodhej një pjesë e mirë e ekipit, sepse klubi nuk kishte arritur të regjistronte afrimet e kësaj merkatoje vere. Klubi Korçar nuk ka shtyrë ende borxhet ndaj ish futbollistëve dhe FIFA nuk i ka dhënë akoma dritën jeshile. Mendoj që e fitume lojën pa marru. Pashifsh edhe të golat se si mënyrën se si kena pësu. Kena mendu thosht marru me lojën para kohet. Mendojnë lojtarë disa lëshojnë reportet e tyne, bëjmë disa gabime në rreshtim që s'janë normale mu ba. Duhet më tepër pikuri, sepse nga 2-0 ta kesh lojën në kontroll. Duhet kesh shumë qetësi, duhet çakullosh topin, duhet ta bash nervoz ekipin kundërshtar. Kurse ne veprojmë gabim. Kishim probleme, sidomos u xum shumë herë në kundër sulm, nuk ishim qartë. Normalisht janë 7 lojtarë që janë 3, akoma se janë harmonizuar me ekipin, duhet shumë punë për me bë lojën tonë, gjithsesi në pjesën e dytë bëm zëvendësime, rregullum, bëm 2 gola, mund të shënoshim në një tjetër. Në ata momente kur do të që me lan goditjen me shënu golin e tretë, pësojmë një gol nga hiqi, duhet pas topin kam na. Dhe pastaj vjen sikleti, mos 2-1, bëjmë gabime dhe pësumë dhe golin e dytë, mund pësoshim dhe një në fund për gabimet tona elementare. Neshët e para s'ka me kenë e kam theksu dhe për para se me fillu neshët s'ka me kenë bukra, janë rëndësishme marë pikt, pra ne jam i mërzitur sepse edhe për të lusha kësë mërësha 3 pikt, do flitë që i fije më të qetë. E shofë më të shtirë, ekipet janë kompletu, kam jati ko me kenë më egrë, ne shikoj pas më tepër sepse janë 5 faza. Kam jetë më egrë, ekipet janë kompletu, por kjo s'do të thotë që edhe ne s'do rritim edhe s'do përmirësohemi nga java një. Si ndeshje s'është e lehtë, ku ishte e vështirë kjo, kam e kanë më e vështirë në Elbasan, do t'jetë më e vështirë edhe ndeshja tjetër, e ndeshjet vinë e vështirësohen nga momenti në moment, asnjë skuadër që do përballna nuk është e lehtë. Të vish në Shkodër dhe të luash futboll është gjithmonë një kënaqësi e paparë, sepse këtu me vërtet është stadiumi një pik i Shqipërisë, por edhe i Shkodrës. Pra këtu është një fushë shumë e vështirë për të luajtur futboll. Vllaznia është gjithmonë konkurrente në çdo drejtim. Ne rrezikuam çdo gjë dhe pastaj rezultati mund të kishte shkuar edhe në favorin tonë. Pra futbolli i njeh këto rezultate. Mendoj që me organikën që kishim, mendoj që është një pikë e fituar.